Prokuroria e posaçme ka mbyllur hetimin për kryebashkiakun e VAU të Dejës, Kristian Shkreli, dhe ka dërguar dosjen për shqyrtim paraprak në gjykatën e posaçme. Shkreli u mor zyrtarisht i pandehur nga SPAK pak ditë më parë në ndyshimin për krime zgjedhore në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Kryebashkiaku i VAU të Dejës akuzohet për korrupsion zgjedhor, sipas SPAK bazuar në përgjigje telefonike dhe kryerjen e aparatit celular që u sekuestrua disa kohë më parë. Prokurori Dritan Prençi, që ishte pjesë e task forcës për hetimin e krimit zgjedhor në garën parlamentare të 11 majit, e ka ngritur dyshimin se Kristian Shkreli ka kryer korrupsion zgjedhor duke kërkuar vota për një subjekt politik në shkëmbimin e 2 investimeve të kryera nga Bashkia e VAU të Dejës. Konkretisht bëhet fjalë për rikonstruksionin e një rruge dhe përmirësimin e rrjetit elektrik të fshatit Stajk në VAU-n e Dejës, investime të nisura për zgjedhjeve të 11 majit. Si pjesë e këtij hetimi, SPAK, bazuar mbi një vendim të gjykatës së posaçme, i sekuestroi celularin kryebashkiakut të VAU të Dejës dhe i ushtroi kontrolle. I kontaktuar nga Ora News, ditën që u njoh zyrtarisht me akuzat, tha se nuk ka kryer asnjë krim zgjedhor, por ka punuar në mënyrë që qytetarët të marrin zgjidhje dhe të ofroheshin shërbime sipas ligjit. Ai bëri të qartë se do të qëndrojë në postin e kryebashkiakut të VAU të Dejës deri në fund të procesit. Si pjesë të njëjtit hetim, hetuesit e SPAK sekuestruan aparatet celulare dhe të disa personave të tjerë të dyshuar si përfaqësues të PSD-s në dyshimin se janë të përfshirë në krime zgjedhore. Dosja e SPAK ndaj kryebashkiakut të VAU të Dejës dhe personave të tjerë dhe kërkesa për kalimin e çështjes për gjykim do të shqyrtohet nga gjyqtarja Flora Hajredinaj.